Në zemër të qarqisë së vjetër të Shkupit, zejtarët vazhdojnë të mbajnë gjallë zanatet tradicionale, të trashëguara brez pas brezi. Me përkushtim dhe punë të palodhshme, ata krijojnë dhe riparojnë produkte që përfaqësojnë një pjesë të rëndësishme të historisë dhe identitetit të qytetit. Filigranisti Selajdin Hasani theksoi se me këtë zanat merret që nga fëmijëria, ndonëse për një periudhë kishte ndërprer punën për shkak të mërgimit. Ai tha se pas kthimit i u rikthye sërish profesionit dhe tashmë prej 13 vitesh e ushtron pa ndërprerje. Sipas tij, filigrania është një zanat i trashëguar në familje, pasi njëri nga axhallarët e tij ka qenë filigranist për shumë vite. Hasani shtoi se filigrania mësohet duke vëzhguar mjeshtrit, duke praktikuar dhe duke fituar përvojë në punë. Pjesa më e vështirë e punës kur s'ka punë. Se tash s'është e vështirë kësaj punës kur për neve, se na i dim. Për atë çka është fillimi është i vështirë sigurisht. Mirë po na që e dim çka është kjo punë, s'është e vështirë hiç fare, po është e vështirë kur s'ka punë. Hasani tha se klientët kryesorë janë turistët dhe qytetarët Maqedonas, ndërsa interesimi i shqiptarëve për të blerë punime filigrani mbetet i ulët. Ndërkohë, ngjyrosësi i tekstileve Ekrem Neziri theksoi se punishtja ku punon sot është një traditë familjare e trashëguar nga babai i tij, i cili për dekada ushtroi të njëjtin zanat në të njëjtin lokal. Me këtë punë unë mirë që 50 vite që jam qështu. Hiç pa u nal. Që 50 vite tash i kam 60 vjet. Unë prej 9 vjet jam qështu. Edhe hiç nuk kam dalë për këtë. Këta punoj unë si bojaxhi 50 vite, i kam bërë shembull edhe stazhin e kam plotësuar edhe këti kam asi vetëm për shkak vitet e pensioneve se në 64. Neziri kujtoi se dikur puna ishte shumë më e vështirë. Ai tha se një nga sfidat më të mëdha ishte ngjyrosja e batanieve të rënda, të cilat peshonin deri në 9 kg. Ai shtoi se edhe sot vazhdon të ketë klient besnik, kryesisht nga Shkupi, të cilët ia besojnë ngjyrosjen dhe ripërtrirjen e veshjeve. Sa i përket thirrjes së fundit të qytetit të Shkupit për subvencione, disa prej zejtarëve u shprehën të interesuar për të aplikuar, ndërsa të tjerë thanë se nuk e shohin të nevojshme ta shfrytëzojnë këtë mundësi.